mbarëma miq të Picikatos, jemi në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore këtu në Tetov, ku organizohet një event shumë i rëndësishëm ose shumë argëtues për gjithë të rinjt dhe studentët në këtë kampus, pse jo edhe më gjerë, por për më tepër se cilët janë risitë, çfarë sjell ky universitet, kampusi dhe gjithçka tjetër, ne kemi një antar të Parlamentit Studentor të UAIL-s. Përshëndetje Genti. Përshëndetje Mirjeta, përshëndetje Alsat M dhe emisioni Picikato. Parlamenti Studentor është një subjekt i cili ka për detyrë apo ushtron detyrën e mbrojtjes të drejtave të studentëve. Në një farë mënyrë është zëri studentor dhe normalisht si Parlament Studentor ne bëjmë organizime të ndryshme, debate të ndryshme, të cilat rrisin mirëqenjen. Eventi i sonshëm, kujt referohet saktësisht, si erdhi deri tek organizimi, ideja, sa e vështirë ishte për ju që të realizohet? Po, duke u nisur drejt asaj se jemi një grup më i madh i studentëve, domethënë tani më jemi Parlament Studentor, organizimi i sonshëm është Elita 5, ato janë një grup i dëshiruar nga shumë grup mosha të ndryshme. Organizimet në përgjithësi janë shumë studentore dhe ka një proces mes studentëve, grupeve të ndryshme në për të cilin ne kalojmë derisa të arrijmë deri në atë feedback që e duam apo rezultatin që do na vijë mbas një organizimi. Sonte kemi frekuencë të lartë këtu, pasi siç përmenda edhe më herët, është Elita 5 dhe çmimi i këtij eventi të shumë simbolik dhe shumë studentor. Kemi përkrahjen e shumë studentëve. Ato tregon edhe rezultatet që na vijnë nga eventet e ndryshme. Tashmë ne kemi kaluar në për disa evente të ndryshme, kemi patur debate, kemi organizuar konferenca të ndryshme, ku kemi kaluar me sukses dhe që besoj që edhe sonte do t'ja kalojmë mirë. Cilit mund t'jenë eventet e radhës ose projektet argëtuese për studentët? Po shiqo, tash projektet e radhës, ne simbas situatës apo simbas kohës vendosim që çka do bëjmë. Mund të them se jemi duke përgatitur projekte të mëdha, të cilat nuk kanë qenë asnjëherë këtu, për të cilat normalisht në kohë do t'ju lajmërojmë, do t'ju informojmë publikun, duam që ta mbajmë sa më afër. Studentët janë qëllimi jon me të cilët bashkëpunojmë. Besoj që tani më kemi edhe kemi një përkrahje të madhe nga studentët, pasi që organizimet janë në të mirën e tyre, ashtu siç theka edhe më herët, rrisin mirëqenie në shoqëri, por njëkohësisht janë edhe shumë interesante për të gjithë studentët. Domethënë, rrisim jetën e natës në kampus, jashtë, por gjithashtu me projekte të ndryshme të gjithë studentët kanë mundësi të shprehin apo të japin të tregojnë aftësitë e tyre në sfera të ndryshme. Faleminderit shumë Genti dhe shpresojmë që do t'ja kalojmë mirë sonte. Patjetër, për këtë gjë edhe punojmë edhe përkushtohemi gjithçka. Faleminderit juve.